Mirë, ne do të vjojmë të diskutojmë për të njëjtën çështje, konkretisht për projekcionet e mundshme të të dyja kampeve politike, të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike, teksa numërimi mbrapsht tani më ka nisur. Kam kënaqësinë që me mua në studio të jetë zoti Ilir Demalia. Përshëndetje, faleminderit zoti Demalia që bashkoheni me ne. Komentin e parë në fakt e dua për mendësi. Ne nuk I kemi ende të dhënat, pavarësisht se disa emra kanë rrjedhur tani më në media, por për ta marrë me atë margin e gabimit, dua të kuptoj si keni parë në këto prag zgjedhjesh mënyrën e ndërtimit të listave të kandidatëve për deputet? Tani, nga t'ja fillojmë, nga Partia Socialiste, mua veprimi që I bëri Rama, me atë që kush ka qenë deputet një herë, dalin listat të hapura, më duket shumë I drejtë. Sepse në qosë se ti ke qenë një mandat, ke marrë këtë privilegj, për ato kualitete që është menduar, për atë karizëm që ke, për atë cilësi politike që ke, dhe ti do të rrish gjithmonë listat sigurta, unë them kjo është e pa drejtë. Dhe ky, tamam si ato trajnerët në sport, po futbollistat rinë listat, një kandidat rinë në listat për sigurta, dhe po I sjell këto poshtë listat hapura, fundja fundit luftoni, mblidhen dhe vota, e keni pas një shans këtë herë, tash duhet ta kenë tjerët. Dhe kjo mendoj që do t'i bëjë mirë Partisë Socialiste edhe për një grumbullim më shumë vota, sepse është ndryshe kur je I sigurt, edhe është ndryshe kur ti duhet luftosh për të ardhur deputet. Ajo që nuk kuptoj unë, që kjo është edhe ke Partia Demokratike, hatërmbetja e njerëzve që nuk futën listë sigurt. Po janë njerëz që mendojnë që kanë kontribute në parti edhe po kontributet në parti nuk jipen privilegj, kjo është privilegj. Domthon kur janë kaq sigurt që kanë kontribute në parti, pse nuk futen në betejë? Po të kemi një sistem magjoritar ball për ball, që unë për atë jam. Përse si do t'ja bëjmë këtë? Pra këto I dinë dobësitë e veta dhe I dinë që nuk marrin vota, këta njerëz, dhe duan të futen në listën e sigurt për kontributet që kanë, po themi. Por kushdo ka kontribute në jetë, sin sport, sin politik, po një ditë vjet duhet largohesh, hap rrugën zoti. Për të kaluar ke Partia Demokratike. Ju e shihni një vendim të drejtë, po unë dua të kuptoj, po I rrezikshëm, sa ju duket? I rrezikshëm për çfarë? Për faktin se mund shkohet me emra të rinj në zgjedhje që ndoshta një shoh. Partia Socialiste ka sigurt fitoren. Kjo nuk diskutohet. Prandaj se Rama nuk është aq I cekët sa që të bëj veprime të tilla nëse do ta ndjente që është shumë e afërt, Ajo, atë ka sigurt Rama me gjithë këto traumat që I kanë ndodhur, arrestimeve lijet e tjera dhe percepcioni për korrupsion e gjitha e ndjen se çfarë ka përballë. Dhe plus që ka edhe shantazhe, ka struktura që e ka një projekcion të qartë se sa mund shkoj, dhe nuk rrezikon ai deri këtu. Ai do të rigjenerojë partinë edhe ka një të drejtë edhe për këtë percepcioni që flasim, për korrupsionin që është kriju, për njerëz që janë me probleme të ndryshme, ndaç lidhja me krimin e kujtun, do të krijojë një komplet dhe duhet ta krijojë një komplet ekip të ri që paktën moralisht dhe në kualitetet të jenë ndryshe, mos jenë emra, se këta që gjithë klasa politike jona ne e dim si është përfol këtu. Po flasim percepcioni dhe them gjithmonë që tjetë 10% e vërtet ajo që ka përflitet është mjaft për të largu këto njerëz. Ne ndalemi te opozita, në fakt, që ka shumë për të folur edhe atje, duke patur parasysh se fillimisht u premtua se e gjithë lista do t'ishte prodhim I procesit primareve. Duket në fakt se të paktën deri më tani nuk ka asnjë reflektim. A kanë turp këto të opozitës që ta deklarojnë procesin e primareve si një proces demokratik, kur ai proces është rrëzuar komplet në tokë, me çka po ndodh dhe dihet që do të ndodhte kështu, se Berisha gjithmonë lun për të mobilizuar njerëzit dhe pastaj kur nuk I duan më I hap tej. Pra, ku është integriteti, personaliteti dhe fundja fundit kërkesa e llogarisë për liderin e saj, Sali Berisha, kur thot, organizon gjithë ato primare, harxhime, drejtje, këtë diun, aty, ai që deli fundit, si që është rasti asaj Garës me 35 vota dhe tashti e kalon në vend dytë, ky me listë sigurt, dhe ka
fut në dëshpërim, tash sa kisha një informacion nga Kavaja, që Kavaja ka dali, ka thonë që ti po bën këte, ne të dham njëherë bashkin, a i Kavajës ka dalë në kryt me listat e sigurta për ato vota që kam letë, ky e ka heq, pra do të dëshpëroj njerëz, dhe është vetëm hapi parë, shif hapin e dyti kur dali lista, e hapi tret kur mos fitojnë ato që janë listat hapura. Mos flasim për vjedhjet, mas taj futi dhe i 200 që, futi dhe i 300 që ke kutia me pare, si që është rasti i këti deputetit PD-s Balliut. Pra, gjitha këto të regojnë që është një maskarad dhe nuk ka asë gjë demokratike dhe kjo parti nuk ka pas, unë e përsëris vazhdimisht dhe bilet është bo se me thonë, kjo parti nuk ka pas asë një moment funksion demokratik qështë se e shkriju, ditën që e shkriju. Kjo parti ka lujt me makinacione, me pushtetin e një njeriut, kjo është Sali Berisha, dhe ka SHPK vetën. Nuk ka struktura, nuk ka asë gjë. Ka një Berish, ato që i rrinë mrapa Besnik, ku nuk i duhen mo i hudhën kanal, ato që i rrinë Besnik dhe i duhen këto të fortit e këto që kryen neverike njerëzit, ndash për mënyrën e sjelljes, ndash për kualitetin, ndash për qytetarin që kanë, si Flamunoka e Corporation, dhe kjo parti është rrugë të tregon gjënja, të tregon pollët se si është. Emrat, në fakt, tek Partia Demokratike kemi disi më të qartë. Tashti, Jorita, si do të marri vota kënë në Tiranë, kur Jorita Tabakun, që ishte në listë sigurt, qytetare babadem e Tiranës, dhe kjo e qënë në listat e hapura. Dhe nënë, si do t'i marri votat kënë në Tiranë, me që do t'i marri, me qënë e Fariut? Që se voton njëri, pavarësisht në primaret, si që bo primaret që kjo e mërë vete, ashtu është dhe primarja e vjedhive që janë bo mrena këti. Pra, nuk ka kjo parti asë një gjë që të rrish dhe mendosh një moment, ore, pritë se ndosh ta më lëkundin. Për kundrazit, të kryojnë, në gjdo hap që i bëjnë, kryojnë më shumë në veri. Dhe nuk po e them nga vetja, harroje mu, po e shof bisedat e Tiranës, e Tiranësve, që po bisedoj për ditë. Për qatë duhet votojmë, jo po Edi Rama, mund t'i thush që ka korupcion, po më ka, po ky pronat jo, këte, jo, na shkataroj këte, na boni këte, boni 97-ën, boni vrasën bulevard, boni këte, dhe mënë, është ka që ngarkun ky vetë, dhe kjo parti sa që më mirë, thuet, vazhdojt me një projekt me gjitha këto defekte që ka dhe të meta, Tirana sigurisht është më e mirë se që ka qenë Kotë Saliut, ka më mirë qënje, pavarësisht se ne themi, është varfëri ka ku do në botë pjesë të varfëra, ka stresat mesme, kriza ekonomike të ashtë është ku do në botë, pavarësisht se si themi ne, po ka pas edhe korupcion, edhe trafiqe, edhe gjithë, kjo është Shqipëria, nuk mund mendojmë ne që do të hecim në një proces si Zvicra, kur kemi dalë nga një sistem feudal, komunist, një monster, dhe na drejtoj për 25 vjet, për akoma në politikë është një Sali Berisha që është tipik komunist, dhe mballa e fundit e komunizmit në Europë, themon. E kuptova. Pra, të gjitha këto bashk të binë atë pikë që njerëzit që do të jenë indiferent janë indiferent, kanë kontingentet e veta, njerëzit që kanë një arsye, do të pranojnë që kjo është vazhdimësia, pikë maroj. Ky është projekcioni juaj edhe një lloj parashikimi, nëse mund ta quajmë kështu, edhe në kuadër të rezultatit zgjedhjeve, me një opozitë që nuk pranohet? Po, nuk pranohet. Nuk pranohet. Unë them, si kur Partia Demokratike të marri 20 vota, do t'jetë sukses i madh. Mendoj... 20 mandate, po thoni? 20 mandate, se thash 20 vota. 20 mandate. Mendoj që në anën tjetër, me çpas dhe këto pull, me gjithse këto nuk të rëgën gjithë shka, por edhe nga dëshpërimi që ka njerëzit me dy forcat politike, mund të rriten këto partit e vogla, si që është rasti i Llajpat, dhe mirë është do të rriten këto që të futen një 10 deputet nga këto të rejat, po nuk është vetëm Llapaj, është me Shabanin edhe kush ishte tjetër, tjerat janë kot me 1%, me 2%. Partia e Lulbashës, partia Saliut, kja la Lulbasha, 10 vjetë kryetar partije, ka qenë qeverisje, e pesa e kishe përqindjen? 1%, 1,2%. Dhe mënë, qa mund të mendosh, si që ka prodhu kjo parti, të kesh qenë kryetar partije dhe nuk jenë gjendje të marrësh as 5% në pollët dhe do të shofësh, rrezika jashtë vetën e vetë nuk e qitë deputet. Mirë, duket se mesata në fakt do t'i gjejë të zyrtarizuar edhe listat me emrat përfundimtar të kandidatëve për deputet. Prisni, domethënë, cilat janë surprizat që prisni, qoftë tek Partia Socialiste, qoftë tek Partia Demokratike, dhe një koment edhe për Ilir Metën, që mori një vendim për dalë në listë hapur.
Po, të shi Ilir Meta do të dalin listë hapur se s'ka, e di, e pa dhe përqindje sa ishte, 0.8% sa ishte, as 1%, duket. Se ajo parti ka pas forcë ose ka egzistu në bas të korupcionit që ka pas, do në parave që janë dhe në bas të skemave elektorale. Ajo kur nuk ka qenë një parti, edhe atëherë që mori 12 vete, sa mori 12 vete, nuk 14 sa ishin, i mori si shkak i skemës elektorale. Dhe ajo që është tjetra, partia demokratike nuk ka fitu kur vetëm si parti, përveç zgjedhjeve të 92, dhe atëherë ka pas koalicion duket. Kurse në anën tjetër, ky që po del vetën ka një lloj sigurie dhe nuk do ta përzi pushtetin, domethënë kanë mend bëj agjendën e vet që ka. Plus që mendoj marrëdhëniet ndërkombëtare i ka ngritur stekën dhe ka marrëdhënie të mira dhe e vlerësojnë, por në anën tjetër unë mendoj që kemi një element që duhet të parë me kujdes që shërbimet e huaja të fqinjve tanë nuk i intereson që Rama të forcohet deri në atë pikë sa që të ketë 95 mandata dhe të bëjnë ndryshime kushtetuese. Kush janë shërbimet? Shërbimet, kush janë shërbimet? Shërbimet inteligente, kush janë? Janë shërbimet serbe, shërbimet greke, maqedonse, edhe Italia për problemet e veta politike që ka bërë si që bëhe majta me... Kur kjo pretendohet që është e majtë, për arsye që ka me kryeministrin e Italisë, marrëdhëniet e Rama, çfarë po bëjnë dhe çfarë gjitha këto dhe ka dhëna dhe këtu është fatkeqësia e madhe ku është shërbimi kombëtar. Ku është shërbimi kombëtar, se ka mos tym pasaj që mund të ketë segmente dhe ke drejtësia, ke spaku. E kuptova. Ajo do të mbetet për të parë ndoshta pas zgjedhjeve. Pikpyetje gjithmonë. Nëse do të ketë që Berisha ka segmentet e tij ke spaku, kjo nuk diskutohet, se nuk ka mundësi që para se të bëhet gjyqi, del i merr Berisha informacionet e dosjeve, i hedh në media dhe bëhet gjyqi në media para se më u bën gjykat. Kjo nuk ndodh ku në botë. E kuptova. Mirë, unë ju falenderoj shumë, zotit Emalia. Ju falenderoj. Faleminderit.